Një aksident i rënd rrugor është regjistruar mëngjesin kësaj të premte në aksin Lesh Shkodër pranë kryqëzimit të Gocajve, ku sipasoj kanë humbur jetën 2 persona dhe janë plagosur 3 të tjerë. Nga përplasja e dy automjeteve që dyshohet se ka ardhur si pasojë e humbjes së kontrollit të një autoveture tip Mercedes, përshtat e pranisë ngrisjes në rrugë kanë humbur jetën efektiv policisë së shtetit Petrit Florini dhe bashkëshortja e tij Elona Florini me profesion mësuese, një çift bashkëshortesh nga Puka. Për nxjerrjen e trupave nga automjeti aksidentuar është dashur ndërhyrja e shërbimit zjarfikës. Me njërin e ngjarjes kanë bërritur forcat e policisë dhe grupi hetimor, të cilët po punojnë për zbardhjen e plotë të shkaqeve të aksidentit. Të plagosur kanë mbetur një grua dhe 2 fëmijë të saj të mitur të moshës 62 vjeç, të cilët ndodheshin në automjetin Forestrad të përfshirë në aksident. Ata janë transportuar në spital për ndihmë mjekësore ku ndodhen jashtë rrezikut për jetën, sipas dyshimit paraprakët të policisë. Përveç kushteve vështira atmosferike dhe pranisë së ngrisjes në rrugë, një tjetër shkak i mundshëm i aksidentit mund të ketë qenë dhe lëvizja me shpejtësi të lejuara në këtë segment rrugor.